Përshëndetje fanca, me se tek BD Perfect Computer Videos. Në këtë video do t'ju tregojmë se si të përdorni iPhone-in në kompjuterin tuaj nëpërmjet internetit që keni në shtëpi. Nëse nuk keni iPhone real, mund të përdorni një iPhone virtual, ku do thoja unë është fantastik. Për të vërtetuar që ai funksionon, në fillim siguroni të keni shkarkuar një Java plugins. Për ta gjetur atë, mjafton të hyni te kjo faqe, do va kërkoj vetë faqe automatikisht dhe do ta instaloni vetë ju automatikisht. Nëse funksionon, as funksionon, shikojeni tani. Klikojmë tek Opera dhe shohim që Opera Mini 5 Beta 2 do të hapë. Japim accept dhe për të vërtetuar nëse funksionon apo jo, shkojmë tek google.com. Siç e shikoni, shkojmë tek google.com dhe hapet. Shkojmë tek YouTube. Klikon. Japim një search, hapim YouTube Breakfast, shkruajmë BD Perfect, ok, search, dhe shikoni që linja internetit është shumë e shpejt. Klikojmë video, një nga videot e mia, Asset Smart Security 5, download dhe shkarkoj dhe bëjeni watch now. Si duket do kartë tamam për ta marrë. Si të qoftë, keni dhe opsione tjera për ta përdorur. Mjafton që ju të kënaqeni, mund shkoni tek notës, mund shkoni ku të doni ju dhe me iPhone-in mund ta përdorni virtualisht. Është goxha fantastike. Linkun për ta parë këtë e keni në description.